Para ditën e 10 qershorit, mijëra maturantë në të gjithë vendin ju nënshtruan provimin të dytë të maturës shtetërore 2025 në lëndën e gjuhës shqipe dhe letërsisë. Dyert e shkollave janë hapur herën në mëngjes, ndërsa testimi nisi zyrtarisht në orën 9:30 dhe përfundoi në orën 12. Në qytetin e Lushnjës, provimi u mbajt në ambientet e shkollës së mesme 18 tetori në masa të rrepta sigurie dhe mbikëqyrje, ashtu siç është bërë praktik në vitet e fundit. Sipas Ministrisë së Arsimit, testi është hartuar në një nivel mesatar vështirësie dhe nuk janë raportuar probleme gjatë procesit të zhvillimit të tij. Ministria vlerëson se procesi ka vijuar normalisht në të gjitha qendrat e testimit. Përveç maturantëve, edhe këtë vit nuk kanë munguar prindrit e të afërmit që kanë qëndruar pranë shkollave deri në përfundim të provimit. Interesimi i lartë i familjarëve është bërë tashmë një dukuri e zakonshme, duke reflektuar shqetësimin dhe përkushtimin e tyre për të ardhmen e të rinjve. Pas provimit të parë, të mbajtur vetëm një javë më parë, maturantët do të vazhdojnë me testet e tjera të maturës shtetërore në javën në vijim.